Dini se aromat mund të ndryshojnë rajet e zemrës, presionin e gjakut dhe qendjen shpirtërore brenda pak sekondash. Çdo vit, rreth mesit të qershorit, Tirana mbushet me një aromë që është e pamundur të mos i dallosh, lulet e bjerit. Janë ato pemët me gjethe të gjëra dhe lule të vogla. Ndoshta për një metropolitan aroma e tyre bashkëton me rutinën, përditshmërinë, vrullin. Por për turistët, degëzimet e Tiranës të mbushura me to janë një karakteristikë e kryeqytetit. Aroma e tyre është e butë, e ëmbël dhe totalisht e pasëvendësueshme. Mjafton të kaloni në një rrugë si Myslimshyri, rruga Elbasanit apo Parku Artificial i Tiranës dhe menjëherë ta kuptoni se arrin një serviret ndryshe. Bleri është pjesë e heshtur e verës në qytet. Nuk vërtet, nuk të bie në sy me ngjyra të forta, por e bën praninë e tij të ndjehet, tamam si një kujtim i bukur që të vjen papritur në mendje. Shumë e përdorin për çaj, disa e lidhin me pushimet e fëmijërisë, por për pjesën më të madhe të tiranasve është thjesht ajo aroma që i tregon trurit dhe mendjes se vera ka ardhur. Ndaj nëse ndodheni në Tiranë dhe intensiteti i metropolit po ju lodh, kujtohuni që këtu ka edhe lule bjeri.